Kjo energji ndryshon dhjetorin. Paralajmërimi që prek 5 shenja. Dhjetori nuk hyn but, hyn me një val energjie që tun fort 5 shenja dhe u kujton se asgjë nuk është rastësi. Sot, universi dërgon paralajmërime, sinjale dhe përplasje të vogla që të detyrojnë të zgjedhësh drejtimin tënd. Nëse ke ndjerë së fundmi presion, lodhje, dëshirë për ndryshim ose pamundësi për të duruar më, kjo ditë është përgjigja. Qëndro deri në fund, sepse do të shohësh nëse je mes atyre 5 shenjave që dhjetorin nuk do ta kalojnë thjesht, por do ta jetojnë si kthes. Luani. Luani sot vihet në qendër të një energjie që nuk e ke përjetuar prej kohësh. Mund të marrësh lajme për punën, një mundësi të re ose një ftesë që të vendos përballë përgjegjësive më të mëdha. Universi të paralajmëron të mos thuash, po vetëm nga entuziazmi, por të mendosh nëse kjo lëvizje të afron vërtet me qëllimet e tua. Në marrëdhënie, një bisedë e sinqert mund të pastrojë keqkuptime të vjetra dhe të rikthejë ngrohtësinë. Nëse je beqar, sot mund të tërheqësh diçka që shet tek ti forcë dhe magnetizëm. Financiarisht, një ide ose projekt fitimprurës mund të marrë formë, por kërkon organizim dhe disiplinë. Mos u frikëso nga ndryshimi, dhjetori të kërkon të ngrihesh një nivel më lart dhe sot është hapi i parë. Ndiq instinktin, por mos harro të dëgjosh edhe shenjat që universi të jep nëpërmjet takimeve, sinkroniciteteve dhe atyre momenteve që duken rastësore, por nuk janë. Çdo fjalë që thua, çdo zgjedhje që bën sot, krijon një val që do ta ndjesh gjatë javëve të ardhshme. Prandaj ec me zemër të hapur, duke mbetur plotësisht vetvetja. Demi. Demi sot përballet me një kthes të butë, por shumë të rëndësishme. Mund të ndjesh se diçka po të shtyn të mbyllësh një kapitull të vjetër në punë, në familje ose në mënyrën si menaxhon kohën dhe energjinë. Universi të paralajmëron të mos injorosh shenjat e lodhjes, shkënjimit ose mbingarkesës, sepse ato po të tregojnë qartë se ku po e tejkalon veten. Në marrëdhënie, kjo ditë të ndihmon të flasësh më qartë për nevojat dhe kufit e tu emocional. Mund të vijë një bisedë që të lehtëson shpirtin, nëse zgjedh të jesh i sinqert. Financiarisht, është moment i mirë për të rishikuar shpenzimet, marrëveshjet dhe premtimet. Mos prano të bëhesh garanci për dikë ose të futesh në aventura të nxitshme pa menduar pasojat. Dhjetori kërkon nga ti stabilitet dhe mençuri. Sot vendoset toni i asaj që do të ndërtosh në javët që vijnë. Merr pak kohë për veten, qetëso mendjen, organizo prioritetet dhe mos lejo që pritshmëritë e të tjerëve të peshojnë më shumë se zëri yt i brendshëm. Aty gjendet udhëzimi i vërtet për ty sot, hapi yt numëron. Akrepi. Akrepi sot ndodhet në një zonë të thellë pastrimi shpirtëror. Mund të risillen në mendje situata të vjetra, fjalë të pathëna ose vendime që i ke shtyrë. Kjo nuk është rastësi. Universi po të tregon qartë se është koha të lirosh atë që nuk të shërben më. Paralajmërimi i ditës lidhet me manipulimin, kontrollin dhe frikën nga humbja. Nëse ndjen se dikush po luan me kufit e tu emocional, vendos qartë deri ku lejon të afrohet. Në punë mund të shfaqet një prapasken, një sekret ose një informacion që të ndryshon perceptimin për dikë. Në dashuri, dita sjell sinjale të forta, ose thellim, ose distancim. Financiarisht, bëhu i kujdesshëm me çdo vendim që lidhet me borxhet, kredit ose investimet e rrezikshme. Dhjetori kërkon nga ti një version më të lirë dhe më të çliruar të vetes. Sot ke mundësinë të presësh fijet e vjetra që të mbajnë peng dhe të zgjedhësh t'i besosh më shumë intuitës tënde sesa frikërave. Bashkohen rreth sinjalet, frazat që dëgjon disa herë. Ato janë udhërrëfyesi yt i fshehtë. Nuk je vetëm, universi ecën pranë teje. Ujori. Ujori sot futet në një ditë ku idetë, informacionet dhe bisedat kanë peshë të jashtëzakonshme. Mund të vijë një telefonat, një mesazh ose një propozim që të ndryshon drejtimin e ditëve në vijim. Paralajmërimi i universit lidhet me mënyrën si komunikon. Fjalët e tua sot mund të hapin dyrë, por edhe të prishin ura nëse hidhen pa menduar.
Në punë, një ide kreative, teknologjike ose jo tradicionale mund të pranohet më në fund ose të marrë vëmendjen që meriton. Në rrethin shoqëror mund të afrohesh me njerëz që ndajnë të njëjtën vizion me ty dhe të largohesh qetësisht nga ata që të ulin energjinë. Në marrëdhënie, je më i drejtë për drejtë dhe nuk duron më lojrat mendore. Financiarisht, mund të shfaqet një mundësi që lidhet me internetin, rrjetet sociale, projekte online ose bashkëpunime në distancë. Mos e nënvlerëso një ide që duket e vogël, sepse në dhjetor mund të rritet shpejt. Sot, universi të fton të mendosh ndryshe, të veprosh ndryshe dhe të besosh më shumë te origjinaliteti yt. Çdo hap guximshëm sot bëhet investim i vlefshëm për të nesërmen. Gaforia sot e ndjen energjinë më fort në shtëpi, në zemër dhe në mendime. Mund të rikthehen kujtime, biseda të vjetra ose një çështje familjare që kërkon zgjidhje të qetë, por të vendosur. Universi të paralajmëron të mos ikësh më nga ndjenjat e tua, as t'i mbyllësh ato në punë, detyrime dhe shpërqendrime. Në marrëdhënie, dita mund të sjellë një moment afrimi ose një sqarim të domosdoshëm, veçanërisht nëse kohët e fundit ke heshtur edhe kur nuk duhej. Në punë, mund të ndjesh lodhje ose nevojë për ritëm më njerëzor. Mos e injoro këtë thirrje të trupit dhe shpirtit. Financiarisht, është koha të jesh më i kujdesshëm, të mos shpenzosh për të mbushur boshllëqe emocionale dhe të mos krahasosh veten me ritmin e të tjerëve. Dhjetori për ty mund të sjellë stabilitet, por kërkon zgjedhje të mençura sot. Kujdesu për shtëpinë, trupin, gjumin dhe ushqimin, sepse përmes tyre forcohet fusha jote energjetike. Sot, një gest i vogël dashurie ndaj vetes hap një cikël të ri. Mos haro se intuita jote është gjithmonë paralajmërimi më i saktë që ke brenda. Nëse ndjeve që mesazhi i sotëm foli me ty, nuk është rastësi që e pe këtë video deri në fund. Shkruaj shenjën tënde në komente dhe thuaj: e pranoj energjinë e dhjetorit që universi ta shoh qartë që je gati për ndryshim. Mos haro të bësh like, të klikosh subscribe dhe ta shpërndash këtë video me një mik që ka nevojë për këtë paralajmërim. Sa më shumë energji pozitive ndaj këtij mesazhi, aq më qartë hapet rruga jote në ditët që vijnë.